I mërzitën, i ngushtun, zdi qësh po kopi mi po ta që 5 vjetë i shok, ta që ma kanë rrë djallin. Garantoj me jetë. Se fëmija jenë rrë për më gjujt akt terrorist në datën 26 nëntor. Me 26 nëntor të vitit 2021, djalin e nisi për në shkollë. Por atë ditë Ledion Mustafaj nuk u kthye më në shtëpi. 17 vjeçari po kthej nga shkolla kur dikush qëlloi me armë zjarri në drejtim të autobusit. E gjithë ngjarja tragjike ndodhi në Glogjan të Deçanit, ndërsa e vrarë mbeti edhe një nxënëse tjetër, si dhe shoferi i autobusit. Ky i fundit besohet se ishte edhe caku kryesor i sulmit, kurse të dyshuarit për këtë rast janë Halil Mehmetaj me 2 djemtë e tij, Kreshnikun dhe Kastriotin. Të mërkurën, baba i Ledionit, Beq Hamzaj, u shpreh i zhgënjur me zgjatjen e procesit. Si 5 vjetë shkojnë e shoh, vrasë se më ka rrë Ledionit. E kisha vënë me ata tjerë, për se shkojnë. Po kom e mërë që a vetë o krypje punë. Më thonë, në bakë ata e të më dhe tash. Si sënë ta, kom e prunë 2 djemë që tu, me dorë të me kumorova të në 2 edhe në mjetë podje. Jem me hasua, jem shoku si shkon 5 vjetë këtu. Jo Toyota Bord, jo Toyota Zez, ja, ne jok nej. I mërzitën, i ngushtun, zdi qësh po kopi mi po ta që 5 vjetë i shok, ta që ma kanë rrë djallin. A i thot se vrasja e 2 nxënësve u bë me prapavi. Jo Deçani, komunja Deçanit e din si këta ma kanë rrë djallin, këta e ndonë në krye, me shkollim të Halilit. Halili jam ka bunë procedurën, qësh më dole me ra. Dhe në garantoj me jetë. Se fëmija jenë rrë për më gjujt akt terrorist në datën 26 nëntor. Të gjitha këto u tha në seancën kur i hap gjykimi për këtë rast, shkaku i kësaj prove. Aty shihet Kreshnik Mehmetaj me armë në bjeshkët e Deçanit. Pikërisht kjo armë që të mërkurën trupi gjykuese cilësoi si provë të re nga ana e prokurorisë, dyshohet të jetë arma e krimit. Dua të jem kategorike dhe shumë e qartë. Prokuroria nuk sheh provat dhe aq më pak provat që i ka siguruar vetë. Raporti balistik i gzhojave të gjetura në bjeshk të shtetimit kanë qenë pjesë e shkërisave të lëndës që nga dita e parë. Ai i është zbuluar dhe i është vënë në dispozicion të plotë si gjykatës ashtu dhe mbrojtjes. Sipas saj, arsyeja e mos propozimit të kësaj prove ishte mungesa e relevancës me natën kritike. Vendi në bjeshk, ku i pandehuri Kreshnik Mehmetaj shihet duke gjuajtur me anë në videogjykim, është një vend i njohur dhe i frekuentuar rëndon nga banorët e regionit të Deçanit për gjuajtje me armë zjarri. Pra, me fjalë tjera kemi të bëjmë me një poligon të hapur publik, ku kalimtar të panumërt kanë shtën ndër vite dhe këte nga kanë thonë edhe dëshmitar këtu, por edhe hetuesi. Dhe gjetja e gzhojave të rastësishme që nuk përfutën në skemin e krimit është plotësisht e natyrshme. Por ky arsyetim nuk e bindi mbrojtjen e Kastriot Mehmetaj. Edhe sot e pam efektin e një hetimi jo profesional dhe jo të mirë, të cilin prokuroria në fjalë përfundimtare e mjegullon duke paraqit konkluzione qinse të bazuara në prova shkencore. Përkundër kësaj, gjykata themelore në Pej mori vendim që kjo provë të administrohet.
Palët qëndruan pas fjalëve të tyre përfundimtare të dhëna seancën e kaluar. Me kaq, u mbyll ky shurtim gjyqësor si dhe u caktua data për shpalljen e aktgjykimit. Më do të 24. Korrekt? Kusht? 24. Kusht? 26 në ora 14:30. Sipas aktakuzës së prokurorisë, akuzuari dyshohet se kanë kryer sulmin në bashkëveprim dhe me motive hakmarrjeje. Prokuroria pretendon se cak i sulmit kishte qenë shoferi i autobusit Gani Gjokaj, të cilin familja Mehmeta e kishte fajsuar si shkaktar të vetvrasjes së vajzës së tyre.